Në muajin e ndërgjegjësimit për autizmin në shkollën vjeçare Matilo Goreci në qytetin e Shkodrës u hap një ekspozitë me titull Gjuha ime e dashurisë. Drejtori i kësaj shkolle, Sojla Tirana, shpreh se mesazhi është që fëmijët me autizëm të përfshihen sa më shumë me bashkëmoshëtarët e tyre. Kjo ekspozitë është organizuar në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për autizmin. Ne në shkollën tonë kemi 9 nxënës me autizëm, të cilët normalisht janë me mësuese ndihmëse dhe punohet mjaft me to. Dhe kjo është një ekspozitë që këto kanë punuar me gjithë dëshirë, me dashuri. Ekspozita quhet Gjuha ime e dashurisë. Mesazhi është që këto fëmijë të përfshihen sa më shumë në shkollë me nxënësit e tjerë dhe normalisht edhe nxënësit e tjerë t'i ndihmojnë. Janë ndihmuar shumë nga nxënësit e tjerë për të bërë punimet e tyre edhe normalisht nga mësuesit ndihmëse. Drejtoria Tirana tregon dhe vështirësitë e fëmijëve me autizëm gjatë kohës kur janë në shkollë, ndërsa shpreh se mësuesit mundohen maksimalisht që të mos ndihen as pak diferencuar. Faktikisht nxënës duhet që të gjithë përfshihen me nxënësit e tjerë në mënyrë që të kenë modele pozitive për të ndjekur, por ka dhe vështirësitë e veta. Vështirësitë me punën në përfshirjen, se jo gjithmonë ato mund të përfshihen me nxënësit e tjerë, jo gjithmonë janë të përqendruar në ato që kërkohet gjatë procesit mësimor, këto janë kryesisht vështirësitë që kanë nxënësit. Ne mundohemi maksimalisht që të përdorim të gjuhën në mënyrë që të përfshihen, por normalisht ka momente që këto fëmijë pastaj duhet punohet pak më ndrysh. Ne kemi 9 mësuese që shërbejnë me këto nxënës, të cilët normalisht kanë arsimin përkatës, psikologjik speciale. Pavarësisht se për fëmijët autik janë ngritur disa shërbime sërish janë të pamjaftueshme, ashtu siç ende kërkohet shumë punë që shoqëria shqiptare t'i shohë si të barabartë dhe t'i pranojë pa paraqgjykime.